Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot po fillojmë ditën me emrin e Zotit, duke hapur zemrat tona për dritën dhe mirësinë që Ai ka rezervuar për ne. Merrni një frimarrje të thellë, ndjeni praninë e Krijuesit të gjithësisë në çdo rrahje zemre. Lutuni bashkë me mua. O Zot, të falenderoj për këtë ditë të re, për shëndetin që më dhurove, për mundësinë për të qenë dritë për të tjerët. Unë besoj te plani yt i përsosur për mua. O Zot, sot unë zgjedh të jem e qetë, e butë dhe e virtytshme. Çdo sfidë që kam kaluar ka qenë një mësim nga Ti, për të më bërë më të fortë. Unë jam i mbrojtur dhe udhëhequr nga drita jote, o Zot. O Zot, portat e mirësisë janë të hapura për mua. Unë jam gati për të marrë bekimet që as nuk i kam imagjinuar. Faleminderit, o Zot, që nuk më lën kur vetëm. Ti që po e dëgjon tani, dije se je i dashur dhe i mbrojtur. Zoti i dëgjon lutjet e tua të fshehta. Paqja dhe begatia po vijnë drejt Teje. O Zot, të falenderoj për këtë ditë të re, për shëndetin që më dhurove, për mundësinë për të qenë dritë për të tjerët. Unë besoj te plani yt i përsosur për mua. O Zot, sot unë zgjedh të jem e qetë, e butë, e virtytshme. Çdo sfidë që kam kaluar ka qenë një mësim nga Ti, për të më bërë më të fortë. Unë jam i mbrojtur dhe udhëhequr nga drita jote, o Zot. O Zot, portat e mirësisë janë të hapura për mua. Unë jam gati të marr bekimet që as nuk i kam imagjinuar. Faleminderit, o Zot, që nuk më lën kur vetëm. Ti që po e dëgjon tani, dije se je e dashur dhe e mbrojtur. Zoti i dëgjon lutjet e tua të fshehta. Paqja dhe begatia po vijnë drejt Teje. Qëndroni në këtë gjendje mirënjohje. Nëse kjo lutje ju dha qetësi, ndani me dikë që ka nevojë tani.